Mos u dorëzo. Allahu e di që je I lodhur. Ai e di që është e vështirë për ty. Por, dijeni këtë. Allahu kur nuk do të vë në një situatë që nuk mund ta përballoni. Lufta juaj ka një qëllim. Dhimbja juaj ka një qëllim. Bekimet tuaja do të vinë së shpejti.